Përshëndetje, mirë se u rikthyet në sezonin e dytë të Adoleshencë. Siç u premtuam, do të vim më pranë jush. Dhe sot për këtë episod të parë kemi ardhur në Lekbibaj, te shtëpia e Jasminës. Sa pa me bukur. Jasmina, që ke përgati për shkollë? Po. Mirëmëngjes, Firt. Mirëmëngjesi. Ke shkollë sot, a? Po. Si ndihesh? Mirë. Mirë? Hajde, do ikim? Po. Hajde. Atëherë Jasmina, tani unë po të letë shkosh në shkollë, mezi po presit të kthesh prap, unë po shijoj gjithë në natyrë të bukur dhe të shumë të pastër, dhe mezi pres të bëjmë intervistën. Faleminderit shumë. Kalofsh bukur në shkollë edhe të mësosh tam shumë, a? Faleminderit. Mirëpafshim. Mirëpafshim. Atëherë Jasmina, si kalove sot në shkollë, të më thuash pak? Mirë. Sot Si ishte kishin dita jote? mirë, sot kishin një aktivitet të një shoku. Prandaj që ke bërë kaq e bukur mi. Po, Masha, patjetër. super, si kaluat? Mirë. Organizuam këtë aktivitet pasi jemi edhe viti i fundit dhe menduam të kalonim ca çaste. Kishte ditëlindjen? Po, Mashallah. Sa vjeç mbushi? 18. Super fare. Tani Jasmina, këtu po kalojmë në rrugën që ti përshkruan nga shkolla për në shtëpi. Po. Shumë mirë, përpara pra kish, do më thash pak sa detyrash ke për nesër. Çfarë kishe sot në orar? Sot kisha matematik. O, bo. Po. Stresuese, a? Po, patjetër. Kaloj shpejt apo si për herë, matematika kaloj gjithmonë, avas. Shumë slov. Shumë slow, ë? Po. Aha. Tjetër? Tjetër kisha letërsi bërsan. Super. Çfarë vepër morët? Si edhe njëherë? Çfarë vepër morët? Vepër Të cilat vepër jeni? Iliada. Iliadën? Po. Super fare. Dhe Iliadën unë kam bërë në vit të parë. Tani jam duke bërë lazgush për adecin. po. Unë në fakt jam shumë kurioze për ditën tuaj këtu, duke qenë se ti e di më së miri që unë vi nga kryeqyteti, që do të thotë vetë ti u ka një ditë pak ngarkuar me të aktivitetet mbushura dhe të gjitha me radhë. Po. Kështu që do më thuash pak si e kaloni ju ditën këtu. Unë si zakonisht nuk është që kam një ditë ngarkuar, të thuash nga jeta e fshatit, familja ime po, ka një ditë të ngarkuar normal, sepse janë punët që të bëjnë të kesh një ditë të ngarkuar. Kjo zona quhet Nikaj, ndërsa Mërturi është në anën tjetër. Është ana tjetër. Po. Fisi jon, fisi i Zhivanajve, është një fis i madh. Këtu ndodhemi në Curaj Poshtë, nga ku vi jon. Dhe këtu ka goxha shtëpi, pavarësisht se kanë ikur. Shumica janë larguar. Po. Dhe nga këtu unë çdo ditë bëj 40 minuta për të shkuar në shkollë. Shkuar në shkollë. Po, 40 minuta për të shkuar dhe 40 minuta për të ardhur. Në fakt janë pak shumë, të them të drejtën. Po, tani babi ka bërë sakrificë për ne dhe na ka dërguar Në një shkollë më të mirë, që është më afër. Kam pasur edhe mbështetjen e dajve dhe nga që kam pas dajen afër shkollës, e kemi vazhduar atje. Tani Jasmina, kë ka afër këtu? Unë së parë jetoj me gjagjin, dhe përveç gjagjit afër Do me thënë në një shtëpi një familje madhe. Po, përveç gjagjit kam afër dhe gjagjin e babit. Më falë të bëjmë pyetje, është të vështirë të jetosh në një familje madhe, pra që është më shumë pjesëtar? Jo, Apo je mësuar tashmë? Po, jam mësuar, nuk është që më bën përshtypje familja e madhe, se ka një lezet vetin dhe familja e madhe. Do doje për shembull të ishe vetëm me mamin, babin, motrat edhe vllajin? Apo je më mirë kështu, një familje e madhe? Nëse do isha mësuar... Thuaj të vërtetën, ë? Po. Nga që jam mësu me një familje të madhe, nuk është më bërë përshtypje. Domethënë, ndihem më e lumtur në një familje të madhe. Unë nuk e di, unë nuk kam provuar jetën, apo mendoj që nuk do të përshtatesha dot me një familje të madhe.
Se kur ke familje të madhe, si rrjedhoj mendoj që do kesh më shumë konflikte. Nuk e di pse mendoj kështu. Nuk është se njëri mendon ndryshe, tjetri mendon ndryshe, më kupton? Ishte pak mund të biesh pak më lehtë në kontradikt. Secili ka mendimin e vet, kupton? Po është mjafton që të keni harmoninë dhe bashkëpunimin, edhe çdo gjë në rregull. Jasmina, ku i kishe Darja ti se më thej që shkollën e kishe afër Darjave? Në zonën e Mërturit, në Raj. Tani Jasmina do më thuash pak se çfarë është Nikaj dhe Mërturi. Se unë fakti kam thjesht të dëgjuar si emra dhe si krahina. Raj, përpara se ti përgjitem pyetjes, të ftoj të ulem. Okej, shumë faleminderit, se në fakt më mirë ta bëjmë ulur si bisedë. O Jasmina, një moment se mua më shtar fyti, se bëjmë gjitha trug. Ma lodra, si është një dy ujtë lutem? Shumë faleminderit. Jasmina, ti ke gjithë mirat e natyrës tu, po ne po cilin pak edhe nga këto tonat. Faleminderit. Tani unë do pi pak me thënë drejtën. Ju bëf mirë. Tani Jasmina, më thuaj pak ku e lam. Po më shpjegoje për pjesën e zonës Nikaj Mërturit. Po. Se si ndahen. Nikaj dhe Mërtur janë dy fisë që i ndahen një lumë. Dhe këtu është tradita që Mërtur, për shembull, Mërtur me Mërtur nuk martohen dot. Pse? As Nikaj me Nikaj, po ashtu ka lënë parë, e kupton? Dhe as Nikajt me Nikajt, vetëm Nikajt me Mërturin. Si për shembull, unë jam vajzë Nikajsh, babin e kam nga Nikajt, mamin e kam nga Mërturi. Dhe ti bie që mos kesh asnjë kontakti për martesë, po flas me fisin Nikaj. Ja. Jasmina, do të thënë nuk martoni dot duke qenë se është një fis, për këtë arsye. E kuptoj. Do të thënë ti bie që mund të kesh një martesë me fisin e Mërturit. E Mërturit. E kuptoj. Jo me të Nikajve. Jo me të Nikajve, patjetër, po. Do më thuash eksaktësisht çfarë bën ditën tënde. Se ne ditën e kemi që ngarkuar, jo me kurse, me aktivitete, do më thuash pak si është dita jote këtu. Po. Mbas shkollës. Të them të drejtë, nuk është që kam një ditë të ngarkuar. Kohën e lirë më shumë e kaloj duke studiuar dhe duke merr me një. Kush lëndë e preferuar? Lënda ime e preferuar është anglishtja. Anglishtat pëlqen shumë? Po. Shumë mirë. Po komunitetin këtu si e keni? Jeni shumë të afërt me shokut, me shoqet, bën një aktivitet mbas dite, kur keni ndonjë ditëlindje ose një rast tjetër? Këtu nuk është që kemi kështu shoqëri, kupton, nga që ka ikur. Por në shkollë i shfrytëzojmë ato kohët e lira që kemi në shkollë, i shfrytëzojmë duke kaluar me njëri tjetrin. Lindë një orë ju aty? Ka raste? Ka raste? Se ne në Tiranë, me thënë drejtën lind disa orë. S'kemi nerva, ikim fare. Jo, se këtu na telefonojnë prindrit. Ju telefonojnë prindrit direkt, po. Edhe ne andej, po që do i herë dhe nuk na i telefonojnë, varet si. Varet të mësuesja. Po. Kështu në një lindje bëni ju këtu që të mblidheni një grup, për shembull të bëni diçka, të dini diku. Unë e kuptoj që këtu e ke pak larg për shembull nga qyteti, por që do një gjë të tillë, të mblidhej për një piknike them, se këtu është super pamje, me thënë drejtën. Gjë që ne në Tiranë nuk kemi fare këto. Për shembull, ne jena maturant këtë vit, dhe e kemi lanë si klasë, si maturant që jemi, që është viti i fundit, të festojmë çdo ditëlindje të shokut dhe shoqeve të klasës, si sot për shembull që kishim një klient një shoku, ikëm tek lokali që kishim pranë shkolle dhe festuam aty, i bëm një surprizë, një dekor të vogël dhe ja kaluam bukur. Shumë mirë, më pëlqen. Po në një gjë tjetër mbas shkollës, çfarë bën? Unë së pari ndihmoj familjen me këto punët brenda që janë. Mësoj vllai. Këto punët jashtë nuk i ke qef, Jo. Janë të lodhshme, Patjetër. Ndihmoj vllain, bëj detyrat, motrat kur kanë nevojë. Ti si më e madhe që të bie pak e pesha, mendoj Po, që patjetër. Patjetër. Tani Jasmina, se unë po shoh që po delte mami, do më thash pak si ke marrëdhëniet me të shtëpisë, për çfarë zgjesh më shumë Jasmina? Me mamin ose me babin? Me mamin zgjem më shumë për punë të mësimeve. Për shkollën? Po. Ndërsa me të shtëpisë nuk është që kam ndonjë konflikt kështu. Me babin shkojmë. Me kë shkon më mirë, me babin? Po, me babin e me vllain, ndërsa edhe me të tjerë, si diskutohet. Pse me mamin në çfarë nuk përshtatesh? Po mami është më meraklie? Po, më merakli për me studiuar kështu. Në fakt gjithë mamat ashtu janë. Po, edhe nuk është ne fal kështu si themi. Nuk është ne fal për mësimet. Jasmina, si duket? A kalon mirë në shkollë? A të pëlqen shkolla? Si e me nota?
apo mesatare? Në shkollë ja kaloj mirë, nuk është që kam një distresuese në shkollë, kam shoqërinë që e kam të mirë përsëri. Me notat mirë. Ka dhe më mirë. Ka dhe më mirë. Po. Ke ndonjë zysh që s'të duron dot për shembull që thua erdhi ore kësaj edhe nuk Jo, nuk është që kam. Se nuk e ashtu, aty jena në një komunitet që njihemi edhe familjarisht, e kupton, edhe nuk është që keni një mësuese që mund të na Këllën dhe bën me më pak qef? Lëndë në matematikë, si gjithë tjerë. Në fakt, Jasmina edhe unë matematikën e kam me çik vështirësi, me çik problem, se nuk është jam dhe shumë mirë aty, po që është okej, do kaloj. Tani është më lehtë, se ne nga Tirana dëgjojmë që është më lehtë për të marrë shkollë, universitetin, për të marrë notat në rrethe. Ky mit, le ta quajmë kështu. Është i vërtet? Se dhe ti pak më parë the që duke qenë se zyshat i njohim edhe pa nga ana familjare, mund ta kemi edhe pak më të lehtë edhe. Jo, nuk është e vërtet. Dhe këto, fakti që na njohin familjarisht, na e vendosin më shumë mendjen, e kupton? Nuk është që na tolerojnë. Ju shohin më me kritik. Po, na shohin më me kritik, se për shembull shohin që babin sakrificën që po bën babi edhe thonë është gjynaf, t'ja lirojmë këtë. Dhe nuk është që janë më të lehta për të marrë notat. Pra nuk është e vërtetë si mi thua ti, ja? Do më thosh pak se çfarë planesh ke për universitetin, pra për shkollën e lartë. Ke dëshirë ta vazhdosh këtu apo? Universitete këtu nuk ka. Do mendoj t'i nga Tirana. Dhe mua më pëlqen të merrem me fëmijë vegjël dhe kam menduar të vazhdoj shkollën e lartë për mësimdhënie, për ciklin fillor. Sepse më tërheq si profesion. Pra këtu nuk shenjë të ardhme? Jo, këtu jo. Në qësë do ishe në qytet, Jasmina, do futesh edhe në kurs, në aktivitet tjetër, se këtu nuk ka. Do doje të ishe në një kurs, për shumë në një kurs gjuhë, anglishte, italishte, ose diçka kurs matematike, me që e ke dhe pak më të vështirë. Si do doje, në qësë do jetoje në qytet? Nëse do jetoja në qytet, pas ditën, do e bëra një kurs anglishtes, dhe përveç kësaj, përveç kursit, nëse do, për shembull, mbari kursi, një punë, t'i vi në ndihmë familjes, dhe të kemë dhënë ato të ardhurat e mia, si thonë. Po, që sigurosh vetë gjërat e tua. Po, mos të bëhen bashkë familjes. E kuptoj. Jasmina, të uroj shumë suksese, dhe unë mendoj që ti shkollën e lartë do të vazhdosh në Tiranë, të ndjekësh ëndër që ti ke dëshirë, të ndjekësh gjëra që ti në përgjithësi ke dëshirë t'i bësh edhe t'i vazhdosh si gjëra. Pak më parë të dëgjoha duke lavdëruar më shumë Tiranën. Të pëlqeu zona këtu? Zona këtu, Jasmina, me të vërtetë unë kam shumë qef, qytetin përgjithësi kam shumë qef, fshata nuk i kam dash, por që kjo që ka një zonë me të vërtetë shumë e bukur, thuar me unë këtu po marra erë të pastër ta mamë, se na aty në mbyt smoku, që këtu është me vërtetë shumë pamje bukur, edhe realisht nuk na isha shumë. Ishte pak rrugë e losme, të them drejtën, që mos gënjej, por që shumë pamje bukur. Je rrethuar vetëm me male, me natyrë, nuk të shef si uri fare pallat, vetëm që private. Kështu që Jasmina kam një pyetje se merr që merrte te kjo temë. Unë se ç'kam parë në Instagram, që ti ke një faqe që drejton ti në Instagram. Çfarë poston aty? Si ka nisur si ide? Do më thuash pak? Kjo ka nisur natyrshëm. E kupton? Je tani duke qëndruar këtu dhe ta provojt. Edhe kur e hapa një herë faqen, nuk e dinte askush. Edhe e mbylla një herë, pas e rihapa përsëri. Në bio vendosa dërgoni foto. E kupton, nisa si dërgoni foto, video të natyrës. Pra të dërgonin në turistët që mund të vinin këtu? Po, turistët, banorët. Po. Dhe pash vazhdoi një interes për faqen, po dërgonin foto. Dhe ditës... E dinin të shpisa o, Jasmina? Jo. Jo, nuk e di kam kështu me se s'kuthe? Shumë mirë. S'ka gjë. Sa gjëra bëjmë ne hush si din të shpisë? Jo, nuk i te i kalojmë. Janë gjëra që... Po, jo, pa tjerë nuk i te i kalojmë. Gjëra që nuk prishin shumë punë. Jas për shumë një faqe, diçka që ne kemi dëshirë ta bëjmë. Edhe ditës pash... Faqja u rritë? Po, faqja u rritë.
vazhdoj duke pas njerëzit, si që thash edhe njëherë, interes, dërgonim video, foto, dhe pastaj vazhdova vetë duke bë foto. Përsëri, domethënë ishte anonime, kupto. Po. Dhe verën e kaluar, unë bëra një kurs në fushën e marketingut, në fushën e mikpritjes dhe turizmit. Pasi bëra atë... Ku e bëre këto kursin? Këtë kursin e bëra Si ndodhi? shkolla. Pash një njoftim, më erdhi nga një mësuese, dhe më tha që merr sa dhe i bëj share sa kësaj nisme. Organizatës. Pra është organizatë që i bën këto kurset. I bën të shpeshta apo? Po, i bën të shpeshta, po i bën edhe nëpër vende të tjera, kupton, është shpërndar nëpër Shqipëri. Po. Edhe kur fola me të familjes, normal, edhe pasi e bëna... Ishte kundër një pagesa apo? Jo, ishte falas. Pasi e bëra në tetar, mora certifikaten, dhe aty do më thënë, kur mora certifikaten gjithë, ngritën në kam edhe shku mëra atë certifikaten, ndërsa mu më thanë, fol ja 2 fjalë për faqen, dhe aty do më thënë, e kuptova që jam duke bën një punë se ja ka vlerë, e kupton. Edhe patjetër kur pata dhe mbështetjen e familjes, pasi u mor vesh që e kam unë si faqe, pata dhe mbështetjen e familjes normal, dhe shpresoj që të jetë si faqe, se vërtet ky vend e meriton, e kupton. Jo, në fakt shumë e drejtë, është shumë vend i bukur. Po. Edhe pse jo ta njihnim shumë edhe për të tjerët, edhe për vizitorët që mund të kenë dëshirë të shijojnë natyrën edhe pamjen. Po. Dhe në fakt aty nga janë faqet të njohëm. Ua, realisht faqja më intregoi shumë, edhe me vërtet pamje duket siç janë në të vërtetë. po. Pra, Tani, super vend i bukur edhe me plot natyrë. Tani nuk është aq bukur, le të themi, sepse nuk e ka gjelbërimin, por ja vlen 4 stinët e vitit që janë, ja vlen ta promovosh. Me qërajt ka pëlqyer edhe ty si faqe, i ftoj të gjithë ndjekësi ta bëjnë follow faqen I Love Lake Bibaj. Si e kishte edhe një herë? I Love Lake Bibaj. Pra, tek faqja I Love Lake Bibaj, Po. të gjithë që po e shohin, bëni follow Jasminës, që të shihni sa më shumë pamje dhe video. Po. Tani Jasmina, unë po vdes nga i ftohti, të them të drejtën. Unë se jam mësuar me këtë klim në Tiranë, kështu që do më zërë nga i grip, futemi brenda, si thua. Patjetër. Do na mi presë që apo jo? Po, Që na si japësh jo. për të pirë? Atë rajnë që rastëshme. Po më. Hajde. Oh. Raj, mirë se erdhe. Jasmina, mirë se të gjeta. Duket që kjo shtëpi që nga shumë e ngrohtë dhe duket që ka harmoni brenda edhe paqe. Tani unë të risa më rehat, po e ish fare xhaketën, ishte edhe ti, që ti jemi sa më rehat edhe sa më lirshëm. Tash si të premtuar dhe jashtë, do të qeras me diçka. Fiks më jep ndonjë gjë për të pirë se Po, patjetër. ujin e piva. Tani dua lëngun. Shumë faleminderit. Mirë se të gjeta edhe një herë. Shumë faleminderit Jasmina. Ta vendosim këtu se. Tani Jasmina, do më thuash pak se çfarë të pëlqen më shumë të bësh në shtëpi? Ku ke qef më shumë të rish? Te dhoma jote apo? Jo në dhomën time, me familjarët, e kaloj kohë me familjarët, me vllajën, me motrat. Se unë personalisht kam qef më shumë, nga gjithë shtëpia kam qef dhomën time, krevatin tim, flej gjumë, qetësohem. Se ti është kështu për ty apo? Siç të thash, kaloj kohë me familjen, me vllajën. Tani me vllajën normal, se vllai është pika ime e dobët, dhe siç e pava dhe jashtë kamerave që... Po, në fakt e pas, ishte gjesh një kohës për jashtë mbas kamerave, dhe tani mbas kamerave është. Po. Për na shef, ju se dini, unë nuk e shifni, po vllajën e ka shumë të mirë, e ka shumë kurioz se çfarë po bëjmë ne, i duket shumë interesante, se ka pak të vogël, edhe nuk e kupton edhe shumë mirë se çfarë ide kemi dhe çfarë po bëjmë ne. Por që Jasmina, si ke marrë me vllajën? Mirë, e ke pikën e dobët, më the pak më parë. Të lek shumë rehat apo është? Po. Është gjithë kohës mas teje? Po, gjithmonë mas teje, me mua, në çdo hap, kur e kam atë afër, domethënë ndihem vajza më e lumtur. Ndje shumë mirë, ë? Po.
Sa vjeç ishte vllai? 7. Edhe unë kam një vllai, kam më të vogël, po e kam pak më të madh. E kam 11 vjeç. Edhe unë kur jam atë ndihem shumë mirë. Mezi pres shkoj në shtëpi, se kam dhe i motor, por unë kam pak më të madhe. Po, të kuptoj. Kam dhënë më shumë kohë me motorën. Tani është vllai që është më i vogël, ka pak vëmendjen pak më të madhe, se ka nevojë për më shumë përkushtime dhe më shumë dashuri, se është i vogël akoma. Kështu që jashtëm do më thuash pak sepse unë Lekbibaj parë që ishte çik ftohtë. Edhe ishte edhe pak larg. Cila është stila jote e preferuar këtu? Stila ime e preferuar është pranvera dhe vera. Dhe jam shumë kurioze, kur është kjo periudha dhjetor, janar, shkurt, është shumë ftohtë, sa ftohtë është, domethënë si? Këtu të them drejtën nuk është që ka bërë aq ftohtë, e kupton? Ka një 4-5 vitet e fundit që nuk është që ne ka mundur i ftofti. Por përsëri mezi presim dalim në pranverë dhe verë. Gjelbërohet vendi dhe të marrim, si thua, na jep jetë gjelbërimi këtu. Sa të bukur! Po dhe mua do vish qit! Se serët e mua, mo! O dhe art! Hajde pa! Hajde i këtu! O bukuroj se! Sa të mirë, moj o zot! Mashallah! Ti që ke shumë e bukur! Tani Jasmina, me vërtet këtu ishte rruga e gjatë, unë drekën e hëngra, ti gjatë se kohë ishe në shkollë, mami jo, ti lumshin duart, ti kishte qartë drekën, tani unë po pres darkën. Çfarë keni ju specialitet këtu? Të them të drejtën, këtu në gjithë Tropojën tradicionale, një ushqim tradicional është flia. Do me thënë kemi flisët? Po. Me zdi po pres të havë flisë, se më kam marrë shumë malli, po bëjë shumë kopa ngrënë. Edhe kam ngrënë herën e fundit që e vogël, kështu që me zdi po pres. Inshallah ka dalë shumë e mirë. Do shkojmë? Po. Hajde. Tani Jasmina, këtu jemi në kuzhinë, a? Po. Dhe ty do të mësoj si të bëjmë fli. Tani ky shtaci është elektrik? Po. Kemi hedhur brumin dhe këtë brumin ne hapim. Nuk i lëshojmë fort lugës. Okej, pra kjo sipër këtu është brumi, a? Po. Poshtë janë petët. Po. Disa peti pas ke shtruar. Kush të ka mësuar? Mami. Mami? Po. Shumë mirë. Ne andej nuk kemi kështu, sa që në fakt. Kam parë vetëm të nëna dhe të gjyshi. Kjo ka dalur tash vonë. Vazhdo. Dhe dhe më thënë ne ka ditë më shumë pune. Unë për shembull me këtë saqe nënë hedh 2 copa. Për shembull, është kjo duke u bërë? Po, kësaj po ja hap brumin, kurse kjo tjetra ka saqen sipër. Ndërkohë kjo tjetra bëhet. Po, pjeket. Super. Po. Tani këtu po hap petën, a? Po. Tani i vë saqen sipër, edhe bëhet. Për sa? Për një 2-3 minuta. 2-3 minuta është gati, peta? Po. Shumë mirë. Unë jam shumë kurioze në fakt, se unë vetëm lakrorin kam bërë si bëhet në saq, po kështu fli nuk kam bërë asnjëherë, se ande nga vi unë nuk është e kanë si tradit flin. Po. Kështu që jam shumë kurioze, më shumë me thënë drejtën ta haj. Ta provoj. Tani po kjo këtu çfarë është? Kjo është për të ndarë fetat e flis dhe bëhet me vaj, vezë, dhe nga ana jon i themi kretamli, ai qumshi. Si ishte, ai ke qumshit. Po. Okej. Nëse themi kështu, nuk e di afare si fjalë, por për çfarë jemi tani mësuar. Shumë mirë. Tani do presim pak edhe? Po. Peta është gati. Po. Ju këte keni shumë fjalë. Po. Çfarë fjalë keni tjetër që s'ka lidhje fare me dialektin tonë? Janë shumë fjalë që nuk kuptohen ndoshta nga ana juaj, po këtu me ato fjalë merremi vesh. Kupto. Jasmina, do shumë kjo, se unë s'jam shkollë, po ti nesër do ikësh, do cohesh. Kur që është Jasmina? Kur kënojnë kanxhat. Kur kënojnë çfarë me? Kanxhat. Çfarë është kjo? Gjeli. Gjelat, i thoni kanxhat. Do të thonë kur këndon gjeli. Po. Okej. Se dia fare, po të një fjalë tjetër çka keni këthe ju se? Kretamli, siç e tham edhe pak më parë. Që është ai ka qumshit, e mësova edhe këtë. Po. Që keni ndonjë fjalë tjetër që unë s'mund ta di për shembull? Kaci. Që është? Lopata. Lopata e fshesës? Po, e fshesës. Që blini. Tjetër?
Ha, shife herë këtë se mos na u dojë se e harruam fare. Brumi i flisave Jasmina me çfarë bëhet? Vetëm me ujë, krip, kaq, dhe përzihet të bëhet sa më i hollë. Okej. Tani ta provoj një herë? Po, duhet t'i hedhësh 2 pehar. Që është kjo? Garvushte. Okej, të mbushur plot? Po. Kujdes. Ja do të provoj një herë. Ja. Ta edhe dhe tjetrën? Po. Ua, s'kisha bërë një herë, është hera ime e parë. Super. Tani do ta hap apo jo? Kemi lugën. Okej, faleminderit. Tani ta hap këtë. Po, do ta hapësh. Mirë është apo do ta hap edhe më shumë? Po, do ta hapësh po. Jasmina, se çapo më kritikon duket ë? Si ta hap? Jo, mirë e ke, mirë. Mirë është? Po. Ta vësacim? Po. Mirë është. Do ta hapësh më mirë, po. Ka hedhëm edhe një se... Pse i deri anash? Po, se siç thash... Kjo saqa e korrentit e rrull, dhe shkon duke zvoglu brumin. Dhe do t'ja hapim gjithanësoren. Çfarë bërë një herë dhe nuk e dija, po që ka shumë interesante. Merr do të saç. Tani ta marr saçin dhe ta vendos, të? Po, kujdes se mos diqësh. Okej. Do një gjë çfarë do të pyesësh? Do kisha dëshirë pak të dëgjoja duke folur tropojan. Do flasim pak bashkë. Hajde ta provojmë një herë. S'ja kam ide fare, po. Mirë. Tash çat flasun, do flasësh edhe ti. Okej. Okej? Dhe bëjmë shumë një fjali. Po. Do unë do përsëris. Okej. Super. Qyshje. Qyshje. Bravo. Delanena. Delanena? Anena. Anena. Po. Gjë thot do dalësh andej? Po. Okej. Në fjalë tjetër. Çaj ka ba. Çaj ka bë. Bravo. Çaj ka bë. S'më shkon fare me ky dialekt, ë? Jo, po nga që nuk jem mësu, edhe prandaj duket. Sigur nuk është e vërtet, nuk jam mësuar në fakt. Tjetër. A ki me ikë të shtëpia? A ki me ikë të shtëpia? Bravo. E kalova me sukses në këtë. Unë do isha kurioze të dija pak si është jeta në Tiranë. Çfarë bëj unë gjatë ditës? Po. Tani me thënë drejtën, unë jam në shkollë, si puna jote, jam maturante këtë vit, çdo thot ka dhe që nga rkes shkolla. Mbas shkollën nëse më del koha do shkoj në shtëpi, nëse nuk më del, do shkoj direkte për punë. Se aktualisht edhe punoj, merrem edhe misionin që po xhirojmë bashk, që hyrë sezoni i dytë, siç ta thash dhe pak më parë, siç ta thash dhe paradite në mëngjes. Edhe kështu është pak e ngarkuar në fakt sepse në darkë shkoj në shtëpi, por që në qoftë se është dita e hënë për shkak ose mërkur, shkoj edhe në kurs, bëj edhe një kurs tjetër, më shumë ta kem plus për vete, edhe është i ngarkuar. Domethënë që ditën me pak fjalë jam jashtë. Ne jemi në Legdiba, jemi në Curraj të poshtë. Jo, kemi kaluar Curraj të poshtë. E kemi kaluar? Jemi Legdiba, ne jemi në Legdiba, shifim çfarë pamje kemi, tregoja pak Raj. Super pamje, veç për këtë pamje do të vini. Është shumë bukur, sigurisht. Kemi ardhur në një bujtinë. Njerëz është ekstremisht shumë bukur, ana shifte, është ekstremisht shumë bukur, është pak larg. Rruga është pak e lodhur. Po që ja vlen. Po ja vlen. Ishte ne ndojtëm tek familja e Jasminës, edhe realisht ishte një nga familjet që unë jam dirë më e mikpritur ever. Vërtet, janë super familje. Dhe jam shumë e sigurt që Malo, erdhëm. Një sekond. Bye bye. Duam shumë. Ju puçi. Hajdeni.